bereqet, me mbledh bijat në shtëpi të vet. Vojna lafe edhe kënojna, dite mira I kujdojna, ka jeshi e bereqet, me mbledh bijat në shtëpi të vet. Një fjallë mire to me lëshum, me që ka që bijat vojnë lumë. Fjoandra Liu është një emër që tashmë ka zënë vend të veçantë në zemrat e publikut shqiptar. Me zërin e saj të ëmbël, interpretimin plot emocion dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm ndaj muzikës popullore, ajo ka arritur të bëhet pjesë e pandashme e shumë familjeve shqiptare në çdo festë, dasmë e gëzim familjar. Me dashuri dhe profesionalizëm, Fjoandra kultivon me krenari traditën muzikore shqiptare, duke dhënë çdo këngë shpirt, ndjenjë dhe autenticitet. Energjia pozitive që ajo përcjell në skenë, modestia dhe afërsia me publikun e kanë bërë një artiste shumë të dashur për të gjitha gjeneratat. Për herë të parë ajo vjen me një rrëfim të rrallë për jetën e saj artistike, duke zbuluar edhe arsyet pse ka zgjedhur të ruaj privatësinë larg paraqitjeve publike. Me tregu drejt, nuk është që ju më kun shumë rahat me këtë pjesën e intervistave, u kun pak e sikletshme për mu, kur të menojsh me këqyr, atë pranoj njerës që shto, atë din që shtje, që shfull, që shërren, se kur dalim edhe kënojmë është ndryshe, I kena prapaskena që njerës nuk I shohin, që I shohin veç na, nuk është që konaj prapasken të keqe, po te ke fundit je ma e lirë, edhe je vetja. Riga me tregu drejt, unë I kam edhe familjarët e mi që miren me muzikë, babi, vllavin e kam muzikant, unë e vetë kom qenë në shkollë të muzikës, prej klasës parë, e kom ndjek edhe e kom përfundu shkollën fillore të muzikës. Mas ne, kur ka ardhë kohat e mesmja, normalisht që më ka ecë shumë mirë, kom pas talent, më ka shku tepër kështu mirë si profesion, po kur erdhë koha për te shkolla e mesme, unë nuk disha me vazhdu muzikën, a me shku një drejtim tjetër. Po ky problemi I tjetër që a dësha me shku një drejtim tjetër, ka qenë që unë dësha me shku mas shoqërisë. Mami u kon ajo që nuk më kalon me ndru drejtim, edhe më ka thunë ti dësh me vazhdu muzikën edhe në shkollë mesme, se që sa mirë që kanë, adin, faktikisht unë ju më konë vetja në qatë profesion. E kom vazhdu edhe shkollën e mesme, mas ne I kom vazhdu në Universitetin Hasan Prishtina në Fakultetin e Muzikës, që e kom përfundu. Mas ne në përfundim të shkollës mesme, unë e vendosa, faktikisht printe me vendosën që unë e me fillu edhe me këndu përveç shkollës, edhe me kënduna për videoklipe me bu këngë kësi sene. Jemi taku me M Production, që tash e 4 vite e gjysë, unë jam menaxhem të tyne, që I falenderoj shumë. Jemi taku edhe kemi lidh një marrëveshje që prej asaj dite faktikisht mu më kanë qelë shumë rrugë, u kun shumë pjesë e mirë për mu, edhe më kanë ndihmu tepër shumë. Më pëlqen shumë kjo pjesë, më pëlqen shumë dasmat, më pëlqen shumë traditat tona si shqiptar, po edhe është zhandri që mas shumë ti më flen edhe unë jam vetja si kur flander. Kështu që s'menoj kur që kisha mujt me ndru ose me knuna I zhandër tjetër. Në botën e muzikës, përkraja është çelësi që hap dyert e suksesit për çdo artist që synon të realizojë ëndrat e veta. Menoj që përkraja. Faktikisht përkrejt është si cilin artist që fillan, sa një ma I vështirë është përkraja, që nuk është që të përkrajin shumë ose që të mbështesin, faktikisht dush me vazhdu vetë. Maharet ju më stresu shumë për gjithë shka, do me thonë. Ju më kuna si njeri që nuk I ka menu sanet për mirë, po veç ka ona e të keqe, sa diçka nëse botë që shto, dhe nuk ka ndodhë kur keq kur gjo edhen. Po veç ashtu ju më kun vetë si person që menojsha që mus po botë që shto, mus po botë që ashtu. Thasha dhe maharet që fillimet për se cilin person, se cilin deg, jenë shumë të vështira. Sidomos për njerës që kanë punë me publik, me njerës tjerë ma shumë. Me tregu drejt këto gjeneratat që jënë, mos më thonë ma të vjetra, se po jënë pak ma gjenerat ma e madhe se na, më pëlqenjë krejt më pëlqenjë. Po kështë për me vequ si artiste që mu më pëlqenë tepër shumë, edhe e përshëndes është Remzia Osmani. Shumë më pëlqenë, komplet si këngëtare, si artiste, që shkënan live, projektet e saj, është shumë e mirë.
Doasmat dhe festat familjare janë kthyer në një pjesë të rëndësishme të karrierës së Flandrës, e cila me performancat e saj arrin të ndezë atmosferën në çdo event. Sezona e verës 2026 na pret shumë e ngarkume, me shumë punë, me shumë rezervime, po dhe me shumë stres. Po besoj që si çdo sezon tjetër, se unë tash e 4 vite jam aktive edhe na për dasma, për ata që nuk e din. Zakonisht kalojmë shumë mirë me dasmor, janë komplet krejt kënaqen edhe na me ata, po dhe ata me neve. Me tregu drejt, mbjen me shku gjithka. Ku ka shqiptar, na jemi aktiv. Në Maqedoni, në pjesën e Preshevës, Bujanovcit, në Kosovë, normalisht. E për dasmat mira bëhen, ku ka shqiptar, dasma është e mirë, pa dyshim. Të rezervimet po bëhen shumë herët, për shkak që sezona e verës po është shumë e ngarkume. Edhe faktikisht janë që ato datat e kërkume që krejt kërkojnë, edhe për atë arsye shumica po shkrujnë shumë herët edhe pi rezervojnë datat e tyne edhe po është ma mire edhe për neve edhe për ata. Për edhe për pjesën e dasmave merret menaxheri jem, që e përshëndes shumë edhe falenderoj shumë. Do me thonë, kushdo që ka nevojë me më rezervu, numrin e kontaktuese kanë në Instagram, mundën me më shënu edhe në Instagram. Ndër vite, ajo është pasuruar me shumë këngë dhe duete të realizuara me artistë të njohur. Për bashkëpunime kam shumë bashkëpunime, po dhe shumë bashkëpunime suksesshme. Për mu me tregu drejt se cila këngë ka atë veçantin e vetë, atë emocionin e vetë, edhe se cila e përcjell një mesazh ndryshe pi tjetrës. Edhe nuk është asnjëna që e kisha veçu, faktikisht për mu janë krejt mira. Kjo mbetet me vlerësu publiku. Unë jam e njëjta. Për ata që më njohin, e din që unë s'kom ndryshu as edhe 1%. Komplet e njëjta është. Pak ma e vështirë nashta me pas punë me njerëz, po është stresi menaxhueshëm. Kom qef gjithë me kom vetvetja. Për shembull, unë në sen kur e di që mu kam pëlqen shumë, unë e bëj qatë sen, pavarësisht që për shembull bashkëpunëtorët thonë po që ky sen kam i pëlqy publikut ma shumë, ose që ky sen kam e ecë ma shumë. Unë apet jam në atë anën që unë e du që me bu që më pëlqen mu. Edhe zakonisht pëlqejen edhe prej publikut. Ajo veçon me shumë entuziazëm projektin e saj më të ri muzikor. Si ide për këngë, unë e kum pas qysh ma tep, do me thonë, prej dimrit vitit kalu më ka ardhë sikur ide. Edhe thash pëse mos me shkru një tekst për bia. Faktikisht ka këngë për bia, po më t'i ko nuk u bo një këngë për bia, se të në kohë njimi t'u bo këngë për nuse, për vjera, faktikisht shumica e temave po janë të njëjta, se publiku që ato pi kërkan. Edhe me ndova si projekt, edhe isha tu full me Besirën edhe ja tregova, edhe tha jo qëta na gjithë qysh dë me bu bashkë, se faktikisht është ndryshe kur është bashkëpunim një këngë, neve na ka pëlqy shumë, edhe publiku e kam prit tepër mirë, do me thonë për fillimi, se sa po u lansu, e kam prit tepër mirë, ma mirë se që na e kena prit që kam u prit. Doasma e parë në karrierën e saj mbetet një kujtim i veçantë, pasi ishte njëkohësisht edhe eksperienca e saj e parë ndonjëherë në një dasmë. Po, dasma e parë. Me tregu drejt nuk jom konë ma herët, as musafer për shembull me një dasëm. Kur unë kom dalë me një dasëm, më konë hera me parë, tu këndu. U konë shumë stresu, se do me thonë, mas shumë t'i pjesa që unë u duft mu qua dhe me hapë dasmën. O zotë në ju më dridhë në atë moment edhe nuk e di që shko mujtë me menaxhu që atë pjesë. Ju më konë shumë e re, u ka shku shumë mirë. Edhe për një kohë shumë qkurt, unë ju më ambientu me njerëz, ju më ambientu me dasma, me dëshira, publikut e me krejta sanët. Edhe, a fillu me të pëlqy dasma tani? Po, unë e gjithë kom pas qef me shku në dasma edhe si musafer, po veç nuk mu martoj ki kërkush edhe me më thirrë. Krejt në fund të këtij rrëfimi, ajo zbulon disa detaje rreth planeve dhe projekteve që pritet t'i sjellë së shpejti për adhuruesit e saj. Kemi edhe projekte të reja, normalisht, çdo ditë punojmë, se pa punë nuk mundem me bu kur gjë. Pritet edhe tash kismet, edhe një bashkëpunim i ri, edhe pse jo, bashkë me një herë, të shijojmë që të projektin që sa po e lansum. Po e loj ma mirë surprizë. Po besoj që është edhe një projekt që kam u prit shumë mirë. Për çfarë do e tema, fakte? Diçka me gurbeqar.
janë letë krejt më